Le të hulumtojmë sot një pyetje që na ka munduar të gjithëve në një pikë apo në një tjetër. Pse planet tona, sa do të mira, shpesh dështojnë? E po, për t'ju përgjigjur kësaj, do t'i drejtohemi mendjes së një strategut i jashtëzakonshëm, Karl von Clausewitz, një njeri që kuptoi kaosin ndoshta më mirë se kushdo tjetër. Është një histori që njohim mirë, apo jo? Ulemi, bëjmë një plan perfekt, analizojmë çdo detaj të mundshëm dhe prapse në momentin që përbalemi me botën reale, diçka ndodh dhe gjithçka shkërmoqet. Nga një projekt biznesi deri te planet personale. Pse ekziston gjithmonë ky hendek mes asaj që presim dhe asaj që ndodh realisht? Përgjigja çuditërisht vjen nga një general prusian i shekullit të 19. Clausewitz nuk ishte thjesht një ushtarak. Ai ishte një vëzhgues i thellë i natyrës njerëzore kur ajo vihet nën presion ekstrem. Ai nuk na ofron formula magjike për sukses. Përkundrazi, na jep diçka shumë më të vlepshme, një hartë për të kuptuar forcat e padukshme që i sabotojnë planet tona. Në rregull, tani le t'i futemi thelbit të mendimit të tij. Ky është koncepti që ndryshon gjithçka dhe mjeti më i fuqishëm për të analizuar çdo lloj konflikti, nga një luftë e vërtet deri te një sfidë në zyrë. Pra, çfarë është saktësisht kjo trinje e mrekullueshme? Imagjinoni 3 forca të fuqishme që e tërheqin çdo situatë në drejtime të ndryshme, një lloj tërheqje elitari kozmike. Kjo nuk është një listë e thjeshtë, është një fushë betejë e vazhdueshme mes pasionit, rastisë dhe arsyes. Ekuilibri mes tyre është gjithmonë dinamik dhe një strateg i madh nuk i kontrollon dot, por mëson si të lundrojë mes tyre. E para është pasioni. Ky është motori, karburanti emocional. Njerëzit nuk luftojnë vetëm për interesat ftohta, ata luftojnë për besim, për identitet, për frikë apo për hakmarrje. Shembulli më i qartë, Revolucioni francez, kur pasioni i një kombi të tërë u ndez, lufta nuk ishte më një lojë mes mbretërish, por një përplasje totale popullsh. Pa këtë forcë, çdo plan mbetet thjesht një dokument pa jetë. Tani, elementi i dytë, rastësia. Kjo është fusha e paparashikueshmërisë, bota e kaosit ku ndodhin gjërat që thjesht nuk i kontrollojmë dot. Fati, pasiguria, gabimet, surprizat, të gjitha bëjnë pjesë këtu. Dhe pikërisht këtu shkëlqen ajo që Clausewitz e quajnë genius. Jo një intelektual i ftohtë, por një lider me guximin për të marrë vendime të shpejta edhe kur ka informacion të paplot, duke u mbështetur te intuita dhe përvoja. Dhe së fundi, kemi arsyen. Kjo është logjika e ftohtë, qëllimi politik që i jep drejtim gjithë kësaj energjie kaotike. Arsyeja përcakton se çfarë duam të arrijmë dhe, po aq e rëndësishme, kur duhet të ndalemi. Në thelb, arsyeja është timoni dhe frena. Pa të, pasioni do ta çonte konfliktin në shkatrim total, ndërsa rastësia do ta bënte të pakuptimt. Arsyeja i jep formë dhe qëllim kaosit. Mirë, tani që e kemi kuptuar këtë teori të madhe të rinisë, le të zbresim në terren. Të shohim se si këto forca shfaqen në praktik, duke krijuar një mjedis thellësisht të vështirë për të vepruar. Kjo thënie e famshme e Clausewitzit na prezanton në mënyrë perfekte me konceptin e tij të friksionit. Ajo kap me një fjali të vetme thelbin e problemit, hendekun e madh mes planin në letër dhe realitetin të ashpër. Pra, çfarë është friksioni? Është shuma e të gjitha gjërave të vogla që shkojnë keq. Mendojeni si rezistenca e ajrit për një makinë në lëvizje. Urdhrat keq kuptohen, teknologjia dështon, njerëzit lodhen, moti ndryshon, edhe plani më i thjeshtë has në mijëra pengesa të vogla që grumbullohen. Prandaj strategu i mirë nuk synon një plan perfekt, por një sistem elastik që mund të përballojë goditjet e pashmangshme të realitetit. Shumë e lidhur me friksionin është mjegulla e luftës. Çfarë do të thotë këto? Që asnjëherë nuk e kemi pamjen e plotë. Informacioni është gjithmonë i paplot, i vjetruar ose thjesht i gabuar, dhe kjo është ajo që e ndan një lider të zakonshëm nga një i madh. I zakonshmi pret derisa të ketë siguri të plot për të vepruar, gjë që nuk ndodh kurrë. Lideri i madh vepron me vendoshmëri pavarësisht mjegullës. Mirë, pra, nëse bota është plot me troni, friksion dhe mjegull, si mund të veprohet? A jemi të destinuar të dështojmë? Jo. Clausewitz na jep disa mjete thelbësore strategjike për të prerë përmes kaosit. Ky është ndoshta rregulli më i rëndësishëm i strategjisë. Vuna është thjesht një mjet, kurrë nuk duhet jetë qëllimi. Në momentin që një ushtri ose një kompani apo një lëvizje fillon të luftojë thjesht për hir të luftës, pa një objektiv të qartë politik, atëherë ajo është ndëruar në një forcë të verbër dhe vetëshkatruese. Mjetet nuk duhet bëhen kurrë zotër të qëllimit. Për ta bërë këtë më të qartë, Clausewitz dallon mes luftës në teori dhe në praktik. Lufta absolute është një koncept, një tendencë natyrshme e konfliktit për të shkuar drejt ekstremit absolut.
Por në realitet, shumica e luftrave janë reale, pra të frenuara nga arsyeja politike dhe kufizimet praktike. Vetëm kontrolli politik e ndalon këtë spirale të rrezikshme për shkallëzimi. Ky është një nga konceptet më të fuqishme dhe praktike. Në një botë me burime të kufizuara, gabimi më i madh është shpërndarja e energjisë. Clausewitz na mëson të identifikojmë atë që ai e quan shverpunkt ose qendra e gravitetit. Kjo mund të jetë ushtria kryesore e armikut, kryeqyteti i tij, morali i popullit apo një aleancë kyçe. Imagjinojeni sigurin kyç në një hark ure. Nëse hiqni atë, e gjithë struktura shembet, edhe nëse pjesa tjetër është e paprekur. Strategjia pra bëhet shumë e thjeshtë në parim, por jashtëzakonisht e fuqishme. Është e kohë të sulmosh forcat periferike nëse qendra e gravitetit mbetet e paprekur. Suksesi i vërtet vjen nga përqendrimi të gjithë forcës vendimtare në pikën vendimtare në momentin kritik. Ky është arti i përqendrimit të forcës. Tani, pyetja që lind natyrshëm është, ç'lidhje kanë këto ide ushtarake të shekullit të 19 me botën e sotme? Po, përgjigjja është se ato janë absolutisht universale. Këtu shohim fuqinë e vërtet të mendimit të Clausewitzit. Shikoni pak këtë tabel. Pasioni, që në luftë është vullneti kombëtar, në biznes shndrohet në kulturën e kompanisë, në moralin e punonjësve. Rastësia, fatin e betejë, është paqëndrueshmëria e tregut ose një krizë e papritur. Dhe arsyeja, qëllimi politik, bëhet vizioni strategjik i leadershipit. Nëse njëra prej këtyre tre forca mungon ose injorohet, i gjithë sistemi fillon të lëkundet. Dhe ky është ndoshta mësimi më i rëndësishëm nga të gjithë. Clausewitz nuk na jep receta të thjeshta apo lista kontrolli. Ai na jep një lente, një mënyrë të re për ta parë botën siç është, komplekse, e paparashikueshme dhe thellësisht njerëzore. Ai na kujton se forca pa qëllim është e rrezikshme, emocioni pa kontroll është shkatrues dhe arsyeja pa energji është thjesht e pafuqishme. Dhe kjo na lëm me një pyetje të fundit për të reflektuar. Strategjia e suksesshme është arti i balancimit të këtyre tre forcave në një mjedis që refuzon të bindet planeve tona. Kështu që, në çdo projekt të madh që ndërmarrim, ia vlen të pyesim veten: cila pjesë e këtij trekëndshi po neglizhohet? Pasioni, rastësia apo arsyeja? Sepse pikërisht aty, në atë çekulibër, mund të fshihet shlësi i suksesit ose fara e dështimit.